lajm i bukur po qarkullon në botën e showbizit shqiptar. Këngëtarja e njohur Angelusha Salihu pritet të bëhet nën për herë të parë, duke hyrë kështu në një kapitull krejtësisht të ri dhe emocionues të jetës së saj. Prej kohësh në media dhe rrjetet sociale qarkullonin aludime për një shtatzëni të mundshme, por tashmë gjithçka duket e konfirmuar. Angie është shfaqur së fundmi në publik me barkun e rrumbullakosur, duke marrë menjëherë vëmendjen e fansave dhe ndjekësve të saj. Sipas raportimeve të Orainfo, këngëtarja është në pritje të një djali, lajm që ka gëzuar pafund familjen e saj dhe veçanërisht nënën e saj, këngëtaren e mirënjohur Shyrete Beluli, e cila shumë shpejt do të bëhet sërish gjyshe. Në një video të publikuar nga vetë këngëtarja, Angie shfaqet e veshur me një fustan elegant të bardhë, ndërsa barku i saj i fryrë bie menjëherë në sy. Pamja e saj e ëmbël dhe buzëqeshja plot lumturi kanë emocionuar ndjekësit, të cilët nuk kanë kursyer urimet dhe komentet pozitive. Ky padyshim është një nga momentet më të bukura për Angelushën, e cila duket më e lumtur se kurrë teksa pret ardhjen në jetë të djalit të saj të parë.